Unë besoj se suksesi një partie nuk lidhet vetëm me një individ, është mos e vërtet se lidhja demokratike e Kosovës ka një traditë. Po nisa prej një fakte një strukturë shumë të fuqishme udhëhecëse. Nëse nisëm prej fakteve që i kemi pra në çdo historinë tradicionale zgjedhjet e na. A nuk duket pak që suksesi i partive është drejt për drejt i lidhur vetëm me individin, veç kush është kryetar, pra. Me lidhje. PDK-ja prej se nuk është Hashim Thaçi sfitoi mos zgjedhje. Asnjëherë mos i ka fituar zgjedhjet, i ka fituar me Panin, një herë me Menzi zgjedhjet, po si ka fituar me zgjedhjet prej se Hashim Thaçi s'është. Lëvizja e vendosjes se ka ndruar, pra e ka ndruar një herë, u kthye Albikuti liderit. Pra, edhe ajo është çështja është e njëjtë, është mos e vërtetë. Unë për ata thash më përpara se leadershipi është komponente dhe fuqisë së shtetit. Prandaj prapë po them, pavarësisht vlerave të pakontestueshme të kreut aktual të lidhjes demokratike, si nga aspekti intelektual ashtu edhe menaxherial dhe politik, prapë ne besoj se kishte me qenë në interes të elektoratit përgjithshëm të lidhjes demokratike, natyrisht edhe kishte me ndikuar në fuqizimin e kësaj partie, nëse kishte me ardhur deri te një riorganizim rrëndësor i kësaj partie, por edhe mobilizim, se nuk kemi të bëjmë vetëm me riorganizim në rrimin e disa struktura dhe vendosjen e tyre pozicionit caktuar, po natyrisht edhe një mobilizim në kuptimin krejtësisht modern politik, sipas praktikave të partive politike perëndimore. Shikoni, vetëm analizoni një çështje. Keni pa HDZ-ja me njëherë pas lufte ishte e pa kontestueshme dhe i fitonte zgjedhjet sikur tash vendosja këtu të ne, për mi 50%. Mirë, po tash ka radha ajo në 7-8%. Për faktin se pikrisht mbështetja vetëm në disa kuadra, vetëm në disa figura, manej elementi tjetër i cili reflektohet fuqishëm në opinion, korruptimit tyre, do me keq përdorimet e vazhdueshme të pushtetit, imponimit, nepotizmit dhe çështje tjera ndikun dhe i ndeshkun këto subjekte. Prandaj unë prapë them, në fuqinë politike të kësaj partie, nuk është në rrimi i individit, por është mobilizimin drejtim të prekjes së çështjeve kryesore të cilat e preokupojnë opinionin publik këtu te ne në Kosovë. Shikoni për shembull problemet me të cilat askush nuk u ballafaqua dhe në fushatën zgjedhore këtu te ne në Kosovë. Kush e përmendi çështjen e luftimit të korrupsionit? A ka korrupsion? Deri në fyt ka korrupsion për faktin se këto po vrehen gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare të cilat ja dojnë të mirën Kosovës. Kush u mor me vettingun? A është domosdoshme dhe është në interesin e shtetit Kosovës? Shikoni kërkesat e gjitha institucioneve perëndimore të cilat natyrisht luftojnë për ndërtimin e një shteti ligjor këtu te ne në Kosovë.